Dhurata më e madhe që mund t'i bëjmë vetes tonë në jetë nuk është thjesht një pushim, por është ajo liria për ta marrë pushimin sa herë që ne duam. Sepse liria e vërtet nuk është thjesht të kërkosh leje për të çlodhur, por është ta zgjedhësh vetë kur ti do të ndalosh, kur ti do të udhëtosh dhe më e rëndësishmja, kur ti do të jesh pranë njerëzve të tu të zemrës. Dhe ju të dridhet mishi kur ti mendon si do t'ja them tani pronarit se kam fëmijën sëmur dhe se nuk do vi dot në punë. Apo, më duhet jem pranë fëmijës sim në një event apo në një aktivitet tjetër dhe s'di se si t'i kërkoj leje. Për vite me radhë shumica prej nesh punojmë në atë orarin fiks të punës dhe shtym jetën për një ditë tjetër, për ajo ditë mund mos vi kurrë. Liria do të thot ta ndërtosh ti jetën tënde dhe një biznes që ty të përshtatet me stilin tënd të jetesës dhe jo anasjelltas. Të zgjohesh pa stres, të kontrollosh çdo gjë në jetën tënde, kohën, të ardhurat, zgjedhjet e tua, sepse ti e meriton një jetë ku pushimi nuk është shpërblim, por është një drejtë që ty të takon. Dhe kur ti vendos ta krijosh këtë liri, gjithçka ndryshon. Më shkruaj në koment, e dua këtë dhuratë në jetë, nëse edhe ti dëshiron t'ja dalësh si që ja dola unë.